Drejtonte trafikun e kokainës në 3 kontinente, 43 vjeçari shqiptar dënohet me burgim të përjetshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ylli Didani, 43 vjeçari nga Shqipëria, është dënuar me burgim të përjetshëm nga një gjykatë federale në Detroit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për përdorimin e një rjeti ndërkombëtar të trafikut të kokainës. Ai u shpall fajtor pasi provat në gjyq dëshmuan se ai ishte kreu i një organizate kriminale me shtrirje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Amerikën e Jugut dhe Europë. Organizata e tij financoi dhe organizoi dërgesat mëdha kokaine, të cilat u transportuan nga Amerika e Jugut drejt Europës. Hetimi zbuloi se në vitet 2019 dhe 2020 autoritetet amerikane sekuestruan mbi 3/400 kg kokain të ngarkuara në 5 anije mallrash që po udhëtonin drejt porteve ndërkombëtare. Droga kishte një vlerë tregu mbi $10 milion. Ndër skemat më të sofistikuara të organizatës ishte i një droni në New York, i cili ishte i fiksuar në pjesën e poshtme të një anije kontenjerësh. Pasi anija të afrohej pranë bregut evropian, droni do të shkëputej dhe më pas do të mblidhej nga një anije peshkimi në pronësi të rjetit të Didanit. Didani u arrestua përpara se të vinte në zbatim planin me dronin në New York dhe tani përballet me burgim të përjetshëm për akuzat për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash.